ky koalicioni PDK-VV apo jo? Shala, me ty jam se atje... Jo, ende është i hapur kushtrim, ja, ende është... Ti mendon që është ende i hapur? Është taktike partije politike, si mos vetëvendosjes me lodh kundërshtarin, po dhe kundërshtari me lodh vetëvendosjen, dhe në mënyrë indirekte po ashtu me lodh edhe qytetarin, që qytetari më kon i gatshëm kur vjen puna me bu naj ose marrëveshje jo popullore, ose me shku zgjedhje, qytetari me thonë, okej bre, a mën veç kryne. Po, që me lodh opinion. Po, a mendon edhe jo kështu? Unë mendoj që është disa koalicioni ideal. opinione që bëdojnë me lidh me zgjedhjet lokale, në njëherë i kemi pas zgjedhjet parlamentare me zgjedhjet lokale, po s'pëm kujtohet në cëllim vet pa të ndodh për shkak se Kjo është para shkollës pavarësisë. A para shkollës. Kjo ka qenë vendim politik më shumë. Okej. Edhe vendim politik i PDK-s. Nuk e di ajo konvenon ashtu partive, ndoshta ajo konvenon, për shkak mund bi konvenu vetëvendosjes, se vetëvendosja parashikon që në zgjedhjet lokale është shumë e dobët. Prap ka mu kone dobët. E me kamuflu me zgjedhje parlamentare që ato zgjedhjet lokale fort aty. Arsyeja Po vetëm duhet mbërritë periudha kohore, duhet të ketë një marrëveshje shumë të madhe. Unë mendoj që për vetëvendosjen VV PDK të mbesim aty. Unë mendoj që shkon koalicion ideal. Po a mund të bëhet? Mendoj që shkon ideal, mas pari për thëmë, për shkak se janë 72 vota në start. Dhe në është koalicion i fort. Pa